Jam në rapin e Nivicës së Kakomes, jo Nivicës së Tepelenës. Fshatin që ka burra qëndrestar në shekuj, por edhe në kohët e sotme. Dhe kam ardhur në këtë fshat për traditën, kulturën dhe arkitekturën dhe sidomos për mikpritjen. Kjo është qendra e fshatit ku të bie në sy shkolla shumë e vjetër. Bëhet fjalë që është ndërtuar që në 1917. Përballë shkollës është edhe këmbanorja e kishës së Shën Dimitrit. Pamja nga qendra e fshatit është e papërshkruar me fjalë. Shikojeni malin e bardhë. Aty kanë qenë taracat me ullin, me agrume, me pjeshka, por që natyrisht kanë ngelur vetëm ullint. Dhe kemi dhe Shën Vasilin, fshatin tjetër, dhe këtu fry një fllati pa parë. Nivica, si gjithë fshatrat e jugut, do këmbë të forta, ndaj jetojnë njerëzit gjatë këtu, sepse është fshat që i shkon malit përpjet. Portat janë karakteristike e Nivicës, se familjet tu kanë qenë të qëna, dhe portat ishin të mëdha me hark, sepse tregonin statusin e familjes, sikurse edhe oborret e mëdha. Shtëpi prej guri, 2 dhe 3 kaçe. Këtu janë të një port që është ndërtuar në 1917.